Tani, po dalin këto, ta quaj unë kështu, këta njerëz që kanë qenë 20 vjetë në politikë bërje, që janë tani në formacionin e ri politik vlen, edhe thot që janë fshirë ka shqiptarë në Kërçov, ka shqiptarë në Struk, ka shqiptarë ku diku unë, ka shqiptarë shku... Po tani që në kam fshirë, do me thënë kur ky person, ky X politikan, nuk është më me strukturën e vete, edhe tani po trumbeton se që në kam fshirë ato shqiptarët, po ku ishte në atë formacion 2001, kur unë ngreja zërin në atë kohë, me 10 shkrime e kam ngrejt zërin. Se qëfar po ndodh me, kjo është gjenocid. Nuk është vetëm si Mpreshef që ishte problemi që o aktualizu. Unë e kam filluar të aktualizoj, me gjithat mediumet janë të heshtur atë e ne. Në më dhënë, nuk ka mediume. Sepse Mpreshef o aktualizoj fshirë. Tani po del që janë fshirë diku 200.000 shqiptarë. Ku janë ato shqiptarë? Ku shifshiu ata shqiptarë? Ajo ndarja në rezident, jo rezident, si ndodhe, ja, unë po të regoj tani online llogarim bankare time, shkruan rezident. Do me thëmë, pësa herë që shkoj t'i ku më pyesin je rezident ose jo rezident? Për shkak se ligjet pozitive evropiane, si shma ka thënë një ish minister në aeroplan, kur kam shkuar, do thot në Evropë për mësimdhënje, dhe u dash të ndalem vjen pas të shkoj në Gjermani, qaj person sot është në burg shtëpijak, tha, ti pse ngren zërin se këto janë ligje pozitive evropiane. Ore, në shoqërinë globale nuk ka ligje pozitive evropiane, njeriu mund të lëviz për një vend pune më të mirë, shkojnë Tokyo, shkojnë 1 vit, 2 vite, 2 vjet, 1 vjet, 2 vjet, po nuk do thotë që tune kam lëshuar vendin tim jam shpërngulur. Do me thënë, këta njerëz po bëhen, ja tani është gjithë përplasja që do të ketë, nuk e di, unë shpesh e kam thënë, nuk e di çfarë do ndodhi, po do ndodhi, mos tani më vonë, që jo rezidentës qëllimit të fshihen nga listat paktën mos kenë të drejtë për votime në për komunat ku ka shumicë shqiptare, që edhe ato komuna si Kërçova, për shembull Struga, që në tavën do të rrezikon të humben për shkak se Mërgata nuk do të ketë të drejtë të votojë. Dhe dihet që në Kërçov kryesisht do thotë Mërgata ka qenë gjithmonë sensibilizuar, ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, kanë votuar dhe është bërë kryetari i komunës shqiptar. Nga ana tjetër, sipas statistikave, kjo Mërgat shqiptare nga Maqedonia e Veriut, që është dyndur nga fundi viteve 60 të shekullit kaluar, po sjell mbi 5 miliard euro në Maqedoninë e Veriut. Ato që dalin statistikat se papunësia është zvogluar, kjo ajo është zvogluar, sepse mbi 200-300.000 shqiptar jetojnë jashtë sot. Do me thënë, kur është dashur keni vend pune, termocentralin Oslomeun, ku e kam vendbanimin, është dashur të marrin strajcen edhe të shkojnë në perëndim, në për Amerikë, të degdisen botës andej këndej, ndërsa nga Maqedonia lindore janë pru Maqedonas dhe janë kolonizuar në ato vende pune dhe në vendbanimet shqiptar. Do me thënë, këto janë gjenocide që askush nuk i përmend. Ne, do thot, edhe sot e kësaj dite ka pjesë shqiptare që s'kan as ujë, as kanalizim, për shkak se askujt nuk intereson. Prandaj po them, mund të jenë këto përfitime të çastit politike, përfitime financiare të personave të caktuar, por humb kombi zoti Balla, edhe mendoj që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut vërtet janë në një gjendje shumë mjerueshme, mos them po aq sa në komunizëm. Profesor, ka më shumë shanse që tani që po pranohet dhe nga politika që atëherë ka pas një marrëveshje edhe ajo korridohet, apo të kalojmë te plani D, që pas shpopullimit të hiqet edhe vota, e drejta e votës. Unë them që duhet fillimisht ketë një reformatim politikave tona. Ka njerëz që janë politik mbi 22 vjet, me 22 vjet as gruaja në shtëpi nuk të shikon më, jo të shikoj populli. Njerëz që kanë mbetur ende në të kaluarën, nuk e kanë idenë se çfarë ndodh sot me teknologjinë informative, me inteligjencën artificiale, ende po rindhunshëm, unë nuk e kuptoj ky mentalitet çfarë është kështu. Unë kam qenë zëvendës rektor 8 vjet edhe u lodha e s'dua të dëgjoj më. Di ku e gjejnë atë energji këta njerëz, ja edhe në Shqipëri Sali Berisha, unë nuk e di ku e gjejnë këta, çuditem me këta njerëz, si është e mundur. Të rrish ti 40 vjet në politikë,
Do thotë duhet t'jesh ose i klonizu, të ketë klonizu dikush ose unë nuk e kuptoj. Truri si rukulodhe tyre njerëzve. Pastaj duhet ketë reciklim politik. Nëse s'ka reciklim politik, nuk ka ardhmëri në shoqëri. Sepse këta njerëz të ne ka ndodhur, unë e kam ndjekur situatën, jam marrë shumë me këto probleme, më ka interesu çështja kombëtare. E njëjta gjë siç ka qenë diferencimi në komunizëm në shqiptarë dhe në slav dhe jo slav, në krishterë dhe jo të krishterë, na kanë diferencuar neve dhe sidomos do thotë neve dhe bosnjakëve, tani po ndodh i njëjta nomenklaturë, i njëjti matriks, e njëjta filozofi, po na diferencojnë brenda për vetes në ta zëm jenë këtë formacion politik, je mirë, nuk je kundërshtar. Kush nuk është me ne, është kundër nesh, ajo thënia e vjetër e Cezarit. Me thënë, absolutisht zoti Balla, mungon një strategji kombëtare